Sa të mulësuar janë ata që mendojnë tërkohës për ty. Sa i dhëncesh fjala jote e shenjtë, të bisedosh me ty është më çlodhëse se vajosja, më emël se vetë mjalti, të folurit tek ty, të luturit tek ty, na rikthjellon dhe na e flatra. Nga zemrat tona vëshon ngrohtësi, një madhështi e mbushur me urtësi përshkon natyrën dhe gjithë jetën. Atje ku ti nuk je, ka vesh zbrazët ti. Atje ku je ti, shpirti mbushit me bollak, dhe ka nga ti jehon se një porrua jete. Aliluja. Aliluja. Kur mi tokë fashitet drita e diellit perëndues, kur paqja e gjumit të përjetshëm dhe qetësia e ditës së plakur mbretëron mbi gjithçka, unë shoh vend banimet të tua si tenda të mbushura me dritë, që pasqyrohen në format e reve buzmuzgut, flakuruese dhe të purpurta, të arta dhe të kaltra. Ato si profetët flasin për bukurinë e patregueshme të oborrit tanë qiellor dhe solemnisht rasin, le të shkojmë tek Ati. Lavdi ty në të qetën orë të mbrëmjes, lavdi ty që mbulon botën me paqe të thellë, lavdi ty për rrezën e fundit të diellit perëndues, lavdi ty për prejën e gjumit të lumur, lavdi ty për mëshirën tënde në mes të errësirës, kur gjithë bota është larguar prej nesh. Lavdi ty për ndjenjën e ëmbël të shpirtit të prekur nga lutja, lavdi ty për premtimin e zimit në ditën që nuk njeh mbrëmje, lavdi ty o Perëndi për gjithë jetët e jetëve, lavdi ty o Perëndi për gjithë jetët e jetëve. Amin.